Mirë, rikthehemi në studio. Në studio është bashkuar Belind Këlliçi në këtë moment. Zotë Këlliçi, përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, faleminderit. Falenderoj shumë edhe ty, sepse jeni gjithë të angazhuar gjithë ditën sot me procesin dhe faleminderit nga pamjet që jeni live se ishit. Faleminderit ju, ishit ke deka 12 edhe më bën përshtypje në Fark, aty ku është edhe zemra e dekës 12. Ka një pjesëmarrje shumë të lartë në raport me qoftë me zgjedhjet e një muaji më parë për kryetarët e dekëve që janë bërë, por qoftë edhe me faktin që është një proces pra le të themi atipik siç është referendumi ku unë do doja të ndalesha pak. Do të ndalemi patjetër sepse duket sikur po ndodh për herë të parë kjo. Do të bësh një këtë përsaktimin e këtij procesi se diskutohet shumë sot ky proces i partisë. Se janë gjithmonë me lupë ato proceset e Partisë Demokratike. Sidomos to lupat vijnë nga forca politike e vetme e cila sot nuk zhvillon më zgjedhje në asnjë nivel, përfshi dhe kryetarin që vjen nga PS-ja. Dhe po të shihni sot të gjithë mediat e qeverisë, propagandën që ato kanë, makinerinë propagandistike të qeverisë, po të shihni të gjithë mediat e inceneratorëve, po të shihni të gjithë mediat që ushqehen me tendera, me koncesione dhe me leje ndërtimi nga qeveria, të gjithë janë shqetësuar për referendumin që ndodh në Partinë Demokratike dhe për këtë ushtrim demokracie. Kur ndërkohë, mjafton t'ju sjell një fakt. Partia Popullore Europiane, që është grupimi më i madh politik në Europë, në Parlamentin Evropian, ku bën pjesë partitë e qendrës së djathtë dhe të djathta, ku bën pjesë mes tyre dhe Partia Demokratike e Shqipërisë, zhvillojnë me referendum zgjedhjet për kryetarin e saj. Pra çfarë do të thotë? Manfred Weber, që sot është kreu i Partisë Popullore Europiane, është zëri më i fuqishëm ndër zërat më të fuqishëm në politikën europiane, është i zgjedhur në të dy mandatet e tij, pra jo vetëm në këtë aktualin, me referendum. Dhe po ta marr rastin konkret, në maj të vitit 2022, për shkak se paraardhësi i tij, Donald Tusk, i cili shkoi për të garuar dhe u zgjodh kryeministër i Polonisë, sepse është polak në origjinë, u zhvilluan zgjedhje të parakohshme për kreun e EPP-s. Dhe u gjet një konsensus sepse për herë në partitë e qendrës djathtë europiane kryesisht, kur ka figura të forta garuese, zgjidhen për herë me konsensus nga të gjithë grupet e interesit apo flukset që vijnë brenda grupimeve politike. Manfred Weber në maj të 2022-shit mori një mandat të pjesshëm deri në 2025 dhe u zgjodh me referendum. E njëjta gjë ndodhi në prill të 2025-s, vitin e kaluar, kur ju e keni transmetuar edhe summitin e EPP-s, edhe zgjedhjet, edhe pjesëmarrjen e zotit Berisha në summit. Manfred Weber u rizgjodh po me referendum, garonte i vetëm. Anopos, nuk kishte alternativë tjetër, sepse të gjitha palët dhe flukset dhe grupet e interesit binin dakord që ky person është personi adapt për ta vijuar betejën politike në drejtimin e EPP-s, me një mandat 4 vjeçar deri në vitin 2029. E njëjta gjë ka ndodhur dhe në këtë rast me Partinë Demokratike të Shqipërisë, që është antare e grupimit të Partive Popullore Europiane dhe sigurisht është antare kësaj familje të madhe politike. Nuk kemi zhvilluar fars, nuk kemi bërë procese alla Maqo Lakrori apo të ngjashme, që as ato procese nuk bëhen më nga viti 2009 në Partinë Socialiste. Është një parti që sot e dikton krimi organizuar, korrupsioni dhe kartelet e drogës, dhe kemi vendosur që për shkak se edhe një vendimarrje të caktuar ka patur persona që kanë kërkuar të garojnë, kemi një organ i cili quhet KOKOE në atë gjuhën e përditshme, zhargonin që ne përdorim, që është Komisioni i Kontrolleve i Operacioneve të Kontrollit Elektorale, dhe për shkak se kandidaturat që kanë patur interes nuk kanë plotësuar gjitha kushtet dhe kriteret e vendosura nga ky komision zgjedhor në PD, është vendosur që zoti Berisha të jetë pjesë e këtij referendumi, që është diçka krejt normale. Dhe po të shihni numrat deri tani, deri në orën 15, tani jemi 16:40, kanë votuar rreth 28.300 demokrat në rang kombëtar. Unë nuk mund t'ju jap shifër krahasuese me këtë fash orari në zgjedhjet e kaluara, në vitin 2022, kur zoti Berisha u zgjodh kryetar partie, por duke parë shifrën totale të muajit kaluar, që ishte shifra totale në zgjedhjet në të 77 degët e Partisë Demokratike në Shqipëri, kam përshtypjen që ajo shifër do të tejkalohet ditën e sotme, se ajo ka qenë mos gaboj deri në orën 18, 38.000 votues në të gjithë Shqipërinë. Dhe kam përshtypjen që këtë shifër deri sot në orën 18 apo dhe deri në orën 19, nëse kërkohet nga degë të caktuara që të shtyhet orari i votimit, për shkak se mund të ketë njerëz që preferojnë të votojnë në orët e pasdites, jam e bindur që kjo shifër do të tejkalohet. Dhe ky është një lajm shumë i mirë. Është lajm i mirë për demokratët, është lajm i mirë për opozitën,
është lajm i mirë për qytetarët shqiptar që ka një forcë politike që bën procese zgjedhore, sigurisht është lajm i keq për mazhorancën sepse nuk ekziston më nocioni as i zgjedhjeve, as i referendumit, as i alternativave, as i përplasjeve. Sepse edhe KPD-ja ka patur përplasje shumë të mëdha në drejtimin e degëve. Mjafton t'ju kujtoj sot që ne flasim dhe po të përjashoj Tiranën, sepse Tirana nuk ka një drejtues qendërqarku, të gjitha qendrat e qarqeve në Republikën e Shqipërisë, pra hiq Tiranën, sepse nuk ka një kryetar, po ka degë. Ka 20 degë. Nuk është me një, por çdo kryetar qendërqarku në Shqipëri i Partisë Demokratike sot është një drejtues i ri. Jo ai që ka qenë para 4 vitesh. Pra do të thotë ka patur interes, ka patur garë, ka patur ambicie në një forcë politike që ngjall te masë interese dhe ky është një lajm shumë i mirë. Por lajmi i keq është që sot e vetmja forcë politike në Shqipëri që bën zgjedhje është Partia Demokratike. Kur ndërkohë i njëjti standard duhet ishte edhe në kundërshtarin ton politik që është mazhoranca aktuale. Kështu që ky ishte një sqarim edhe forcat e tjera politike, po ato janë si forcat e tjera një pjesë e madhe janë qepen që hapin qepenin sa herë ka zgjedhje dhe ulin qepenin kur s'ka zgjedhje ose siç ka qenë një thënie e famshme që janë format biçikletash që parkojnë biçikletën sa herë duan dhe ku duan. Po nuk është kjo rasti në fjalë dhe nuk është ky standardi që ne duhet kemi. Kështu që thën kët, kushdo që habitet sot, mjafton të marrë për referencë dhe kushdo që thotë që kjo që ndodh në PD nuk ka ndodhur në asnjë vend botës, ja po ja ju japim, është grupimi më i madh politik në Europë, Partia Popullore Europiane që ka këtë standard. Këtë format dhe e ka patur në 40 vjet e fundit. Dhe po flasim për nivelin më të lartë drejtues politikës në Europë. Më shumë se kaq çat bëj PD-ja. Okej. Se unë nuk e di, duhet më krahasohet me këtë krahasohet. Me alienat. Po, në fakt më shumë rëndësi ka që në tenderat ketë më shumë se një kandidat se sa edhe kjo është shumë rëndësishme, patjetër, dhe mos ketë garat paracaktuara patjetër. Mos ketë tendera me flamur të kuqe, mos ketë vjedhje dhe abuzime që shkojnë kundër interesit qytetarëve dhe shkojnë thellë në xhepat e qytetarëve. Ne flasim pak për te procesit sotëm në Partinë Demokratike, do ndalem shumë shkurt në atë që vjen pas sepse ka një sër procesesh, është kuvendi kombëtar dhe rinovimi i gjithë ose rikonfirmimit, se nuk e di si do të dalen, i gjithë strukturës drejtuese. Çfarë prisni ju Belin të ndodhe nga kjo, pra Partia Demokratike shikoni ju në qershor? Atëherë, t'ia sqarojmë shikuesit që na ndjek. Pastaj do të disa tema më të përgjithshme të politikës sonë. Është shumë e rëndësishme të kuptojnë që ky është një proces që është me faza dhe me etapa. Pra sot në datë 23 jemi sot maj mbyllet procesi i zgjedhjes së leadershipit, pra drejtuesit të Partisë Demokratike me këtë proces të sotëm. Sot java, si sot një javë, në datë 30 maj do të mbahet kuvendi kombëtar i Partisë Demokratike, ku do të jenë delegatët por dhe të ftuarit nga diaspora, nga parti politike si motra të Partisë Demokratike, por dhe figura dhe personalitetet të Partisë Demokratike në vite, që do të marrin pjesë në këtë kuvend kombëtar që do të zhvillohet në Pallatin e Kongreseve ditën e shtunë, si sot një javë në datë 30 maj, ku kryefjalë e këtij kuvendi, unë jam i bindur, do të jetë ripërtëritja, do të jetë modernizimi, do të jetë digitalizimi dhe hapja e Partisë Demokratike. Kjo mbetet për tu parë dhe gjitha surprizat do të bëhen publike në datë 30 maj, pra do të jetë një kuvend që do të jetë shumë i rëndësishëm për përcaktimin e fatit opozitës në 4 vitet e ardhshme dhe gjithë strukturave drejtuese, dhe që do të kulmojë dhe ky kuvend me zgjedhjen e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, që është organi më i lartë midis dy kuvendeve, organi më i lartë vendimarrës nga zhvillimi i një kuvendi deri në kuvendin tjetër. Më pas, një javë më vonë, besoj, kjo nuk është përcaktuar ende, por besoj do të jetë një javë më pas, mundet të jetë data 6 qershor, por këtë po e them është opsionale, pra ende nuk është vendosur, do të jetë dhe zgjedhja për forumet e larta drejtuese të Partisë Demokratike. Çfarë do të thotë? Do të jenë zgjedhjet për kryesinë dhe kryesinë e vogël të Partisë Demokratike, sekretariatet, departamentet e gjitha me radhë. Pra do të kemi një Parti Demokratike, besoj unë, deri në datën 10 qershor, të kopsitur në gjitha nivelet drejtuese të saj me procese zgjedhore transparente dhe të qarta, dhe do të kemi një alternativë dhe një ofertë konkrete për gjithë qytetarët shqiptar që vjen nga partia më e madhe në opozitë, nga partia e vetme që bën zgjedhje sot, që është PD-ja, ku do të kemi kryesinë e re, Këshillin Kombëtar të ri, drejtuesit e ri, do të kemi departamente, do të kemi ofertën dhe vizionin ton politik, do të kemi vizionin politik në 4 vitet që vijnë, por mbi të gjitha janë dy shina që ecin paralel. Është një shinjë që ecën aksioni politik i PD-s. Mos harroni që unë jam i bindur që brenda javës parë qershorit do të kemi njoftimin për protestën e radhës, sepse po duket sikur për shkak të 2 javëve të fundit të zhvillimeve në parlament, po duket sikur ka një kohë paqeje ose sikur ka ndonjë deal në tavolinë dhe propaganda e qeverisë bën këtë çdo ditë. Kjo nuk ekziston, përveç se ekziston në të gjithë mediumet e majta, ato që duan të godasin opozitën. Jo,
aksioni I protestës vazhdon. Partia Demokratike do të rikthehet protestave që javën e parë qershori do të njoftohet dhe do të vijojë aksionin e saj për të arritur qeverinë teknike, që është sot një nga çështjet kryesore që u përmendet në atë raportin e Ibarit që pak ditë më parë, ku për herë të parë në raportin e majit, në ndryshim nga raporti I shkurtit, futeshin zgjedhjet, futej krijimi I një terreni të barabartë, pra ishte shprehje e shkruar në raport, krijimi I një terreni të barabartë të partive politike për të garuar. Kjo nuk ka ekzistuar deri në raportin e shkurtit. Dhe mos ishte Partia Demokratike, mos ishte lufta që ka bërë PD-ja, denoncimi I farcës zgjedhore, mos ishte raporti OSBE Odirit që u bë fal denoncimeve të PD-s, mos ishte puna titanike e drejtuesve të Partisë Demokratike gjatë muajve të verës kaluar, por dhe gjatë kësaj periudhe me 8 rezoluta që e faktuan farsën, nuk do ta kishim këtë raport. Tash t'ja u themi qytetarëve. Kështu që për shkak të gjitha këtyre ngjarjeve, ne sot jemi në një situatë ku një nga kushtet për të përmbyllur edhe negociatat, për të përmbyllur grup kapituit me Bashkimin Evropian për procesin e integrimit është edhe zgjedhjet. Dhe këtij aksioni unë mendoj duhet I prim ne gjithë bashk, Partia Demokratike, për të arritur zgjedhjet parakoshme, zgjedhje lira dhe të ndershme, pse jo, në të njëjtën datë me zgjedhjet lokale. Nga ana tjetër, do duhet që ne sigurisht të kemi alternativat më të mira duke filluar nga ky muaj, mendoj unë, nuk do të ishte vonë për zgjedhjet e ardhshme lokale. Pra ne duhet të kemi identikitin, profilet e kandidatëve që do të shkojnë dhe do të bëjnë përballje në terren, por duhet garantojmë njëherë që të ketë zgjedhje. Që të mos garojnë kandidatët tanë me program përballë kandidatëve të krimit organizuar apo anonimëve që marrin 98% votave të burgut, apo njerëzve që ti hyn në rekorde publike, hyn në Google, në burime të hapura, nuk gjen asnjë dhën, dhe ndërkohë rezultojnë njerëzit më të votuar në qarqet e tyre dhe kanë marrë më shumë vota se dhe vetë Edi Rama kur ka garuar qoftë në Durrës apo qoftë në zona tjera. Jo do shkojnë sido që të jetë. Ne do të shkojmë në dy shina paralele. Duket se presioni është në rritje e sipër. Vëzhgimi është në rritje gjithashtu edhe nga jashtë. Patjetër. Nga brenda s'kemi shumë ç'bëjmë. Po nga jashtë ndaj asaj që bëhet këtu. Ky presion solli edhe, se thash do kthehemi te parlamenti, tek ajo që the që ka dhe sulme dhe propagandë, kuptohet kufiri mes shqetësimit të sinqert ndonjëherë dhe asaj që është propagandë. Pati zhvillime përveç raportit të Ibarit, që u futën shumë gjëra që kërkonte Partia Demokratike që duhet të jenë atje dhe s'kanë qenë përpara, janë ashpërsuar termat. Miratimi rregullores së parlamentit është pjesë e këtij presioni se ishte vendimi I gjykatës kushtetuese dhe ishin shumë gjëra që ju I kishit kërkuar, pala tjetër I kishte bërë në mënyrë të njanshme, ju e çuan gjykatë kushtetuese. Megjithatë, ndodh që edhe për disa gjëra që mund të kishte aty që janë të diskutueshme akoma, pavarësisht konsensusit, dhe mund ta diskutojmë, ndodh që kur bashkohen votat, ka një nga kjo që pse nuk bashkohen, pse jemi kaq të përçarë, sa bashkohen votat, kush e di ç'do bëjnë që bashkuan votat. Po është thjesht sepse prapë po hyn në lojë makineria e propagandës dhe makineria e qeverisë. PD-ja e bëri betejën e saj, e çoi për të tretën herë me radhë në gjykatë kushtetuese, ndryshimin e një anshëm të rregullores nga ana mazhorancës. Tani kur gjykata kushtetuese mori vendim dhe vendosi afat për të bërë ndryshime konsensuale dhe detyroi mazhorancën të ulej në tryezë dhe të dakordësonte kërkesat e opozitës, çfarë bënte PD-ja? Të tërhiqej nga kërkesa vet, se ne shkuam në gjykatë kushtetuese për të treguar që mazhoranca ka shkelur kushtetutën dhe ka ndryshuar rregulloren në mënyrë të njëanshme. Tani gjykata kushtetuese na dha drejtë dhe një afat 30 ditor për të bërë ndryshimet dhe për t'i paraqitur në seancë plenare. Tani, kur kjo ndodhi dhe në Këshillin Rregullores dhe Mandateve, u pranuan propozimet kryesore të opozitës, Partisë Demokratike. Ne arritëm një fitore të madhe që nuk u përgjysmua minutazhi deputetëve për të folur për problemet e qytetarëve. Ishte bërë 5 minuta. Se do bëhej 5 minuta, nga 10 në 5, e mbajtëm aty ku ishim. U arrit një fitore tjetër, mendoj unë, e rëndësishme, që u ndërpre zhvillimi I seancave pas orës 22. Sepse ju e dini që shpesh herë në këtë vend, në vitet e fundit, madje në dekadën e fundit, buxheti, ligjet e integrimit, çështjet më të rëndësishme që kanë interesin qytetar në fokus, kalonin në orët e para të mëngjesit kur nuk ka asnjë vëmendje, kur nuk ka asnjë qytetar që I ndjek zhvillimet, nuk ka asnjë presion mediatik, nuk ka asnjë zhvillim të rëndësishëm. Ne patëm një eurodeputet para ca kohësh që tha fakti që rin deri në 3 tregon që opozita ka hapësirat e veta, se patjetër sepse kjo është pjesë e propagandës, kjo është pjesë e propagandës. Kështu që edhe kjo gjë përfundoi. U arrit që të paktën ne të kemi mundësinë që të pezullohet masa e ndëshkimit, se mos harroni. Keni të paktën 18 deputet të përjashtuar në 8 muajt e fundit nga opozita,
me një total mbi 320 ditë përjashtuar. Tani pezullohet dhe pezullohet në momentin që bëhet ankimimi në byro. Pezullohet përjashtimi, deputeti shkon në seancë dhe kemi mundësinë që ne bëhet edhe që të mos jenë ditë pune, po të jenë ditë kalendarike. Dhe mos jetë pushime se çfarë ndodhi. Unë vet si deputet u përjashtova në muajin dhjetor, u kërkuan fillim përjashtimi me 60 ditë, pastaj u bë propagandë nga mazhoranca që këta u treguan zemër but, zemër gjerë dhe na përjashtuan mua dhe 5 kolegë të tjerë të opozitës, Partisë Demokratike, na përjashtuan me 30 ditë. Po Kleçka është që këto ishin 30 ditë pune. Dhe ne u përjashtuam në datë 23 dhjetor, nuk hym në seancë dhe jemi rikthyer në parlament në 4 mars. Pra 30 ditë që u bë 4 muaj, 3 muaj e sa. Se shto festat, shto fundjavat, hiq pushimet e tjera dhe valet. Tani është bërë ditë kalendarike. Këto gjëra duhet të thonë tani, se kjo propaganda luftohet me antipropagandë. Ne duhet t'ja sqarojmë qytetarëve. Ne arritëm 1, 2, 3, 4 nga kjo gjë. Nuk arritëm dot të gjithë ato që donin. Për shembull, pretendimi që ngriti deputeti Muçi që votoi kundër, që sa SPAK do shkojë të raportojë në komision. Jo. Ishte kërkesa juaj që të raportonin në seancë të gjithë? Jo, kërkesa jonë ka qenë që ato të vijojnë të raportojnë siç kanë qenë. Të vijojnë të raportojnë siç kanë qenë, por ka qenë vendosmëri e njëanshme e mazhorancës për të bërë këtë gjë. Nga ana tjetër, deputeti Muçi që mua më bën përshtypje, harron se ai si deputet, por edhe unë jam pjesë e komisionit të mbikëqyrjes institucionale, por çdo deputet ka të drejtën të marrë pjesë në komisionin kur raportojnë drejtues institucioneve. Pra, jo vetëm anëtarët e atij komisioni, por të gjithë deputetët e kuvendit mundet të marrin pjesë në një seancë dëgjimore dhe raportimi të çdo drejtuesi institucioni, që do të thotë dhe zoti Muçi, edhe pse nuk është antar i atij komisioni, mundet të vijë dhe të ngrejë të gjithë pretendimet, pyetjet, kërkesat, sugjerimet, qëndrimet e tij, mund t'i ngrenë komision dhe ato janë seanca që transmetohen live para mediave. Po them qëndrimin dhe nuk ishte kërkesa jonë. E dikush do ishte tradhti ndaj votuesve, ndaj qytetarëve, nëse ne nuk merrnim pjesë në këtë proces. Pra nëse ne na jepte të drejtë gjykata kushtetuese, na vendose një afat për të paraqitur kërkesat tona dhe ne nuk e bënim. Se ne për këtë luftuam. Kështu që kundërta do të ishte pazar. Mendoj që puna e SPAK-ut nuk varet shumë se ku raporton SPAK-u te ju se jeni pushtetet të ndarë. Nuk është pjesa e SPAK-ut është shumë e rëndësishme. Për pjesën e komunikimit publik. Duhet thonë ne arritëm 1, 2, 3, 4, nuk e arritëm dot të 5-ën, e donin ata kështu. Ja ta them unë çfarë nuk arritëm dot. Ne morëm apelimin tjetër, kur arrin një gjë me konsensus, se kështu është. Sigurisht kur je në një parlament të deformuar, ku për shkak të vjedhjes së zgjedhjeve ti nuk i ke shifrat për të bërë mazhorancën dhe je i detyruar të imponohesh vetëm me zbatim ligji rregullore, me frymë dhe me moral, se ne nuk e kemi shumicën numerike në atë parlament ku jemi. Tash duhet jemi sinqert me gjithë qytetarët që na ndjekin. Dhe ti do kërkosh maksimumin me logjikën dhe me një logjikë normale, racionale, duke shfrytzuar hapësirat parlamentare. Dhe çfarë ndodhi? Për shembull, në rastin e përjashtimeve, ne kërkuam që byroja, sekretariati i etikës, edhe i votimeve dhe i procedurave që bën përjashtimin e deputetëve mermasat, të kishte anëtarë të barabartë nga dyja palët. Nuk u arrit. Po nga ana tjetër arritëm një fitore tjetër, pra këtu nuk ja dolëm dot kërkesës tonë, po morëm këtë tjetrën që pezullohet me një herë masa për sa kohë apelohet në byro. Kështu që janë gjitha këto, kemi arritur një fitore tjetër shumë të rëndësishme, këtu duhet ndalem. Mi jep 1 minutë kohë. Kemi arritur fitoren që në rastin kur dhe ke 10 deputet Partisë Demokratike, unë jam një prej tyre, që i drejtojmë shkresa zyrtare institucioneve, bazuar në ligjin për statusin e deputetit. Unë personalisht kam dërguar shkresa zyrtare, kontrollit lartë shtetit, drejtorisë përgjithshme doganave, 22 bashkive të Republikës Shqipërisë, Bankës së Shqipërisë, institucioneve tjera dhe nuk marrin përgjigje. E kanë detyrim ligjor dhe nuk marrin përgjigje. Dhe çfarë ndodh? Erion Braçi si përgjigjen gjitha institucionet, del Erion Braçi në seancën e kaluar dhe thotë, unë falenderoj drejtorinë e përgjithshme doganave që më ktheu përgjigje për kërkesën që çova etj. Se është pjesë e shoqërisë, është mazhoranca, opozitës nuk i përgjigjet kush. Dhe kemi arritur tjetër fitore që në rastin e shkeljes së afateve, kryetari i kuvendit i shkruan zyrtarisht institucionit dhe merr masa. Kështu që kjo është diçka e rëndësishme, pse në kuadër transparencës apo ankohemi ne që nuk na dëgjon kush. Tani e kemi bërë me detyrim, kemi futur dhe kreun e kuvendit, se nuk do jetë përjet një kopeleshi. Pra, edhe në këtë moment vlen për të kuptuar dhe për gjykuar edhe këta që kanë këto funksione drejtuese, që këto kërkesa nuk bëhen dhe nuk qepen sipas ligjeve speciale që qep kjo mazhorancë, që i qep kostumin kandidaturave
shpesh apo fituesve apo kompanive që këto duan t'u japin projektet apo pozicione drejtuese, siç ishte ligji më i fundit i Gardës Republikës, që ndruan prap dhe i vun kriteret për kandidatin e tyre, por këto kërkesa që ne bëjmë janë kërkesa që kanë të bëjnë me jetën parlamentare në vend dhe garantojnë institucionin, funksionimin e institucioneve, demokratizimin e institucioneve dhe të parlamentit dhe transparencën. Nesër do të jetë PD-ja në mazhorancë, në cilin moment të mundshëm, pavarësisht se po të pyesësh të organizatën kriminale, këta mendojnë se do të jenë përjetshëm në pushtet, nuk ishte partia e Hoxhës e përjetshme në pushtet, jo më këta, por kur nesër të jetë PD-ja në qeveri, do të jetë në opozitë kjo mazhorancë aktuale dhe do të mund të përfitojnë nga këto hapësira. Kështu që me këtë logjik duhet ecet, me këtë frym. Pak minuta se jemi në fund tani, po pak minuta për dalë edhe nga çështjet e parlamentit, edhe të Partisë Demokratike, për të marrë me çështjet që na prekin të gjithëve. Janë ngritur disa gjëra tani. Ju keni ngritur çështjen e një banke digjitale që është e pasigurt. Ndërkohë çfarë nuk ndodh, ka falimentuar Air Albania, kthej ndodh në aeroportin e Vlorës Zien, ata domethënë nuk dim se nga na vjen edhe ku të përqendrohemi përpara, pale pastaj me këto banka digjitale që shumica njerëzve përfshirë dhe unë nuk i kuptojmë shumë mirë se çfarë. Nuk e kuptoni dhe shumë pak fjalë t'ja u sqaroj unë. Madje këtë javë do të ketë një aksion tjetër edhe do të ketë një nisëm tjetër të një grupi deputetësh dhe të 2 komisioneve parlamentare, qoftë Komisioni Mbikëqyrjes Institucionale, ku dhe unë bëj pjesë, por qoftë Komisioni Ekonomisë dhe Financave në Parlament, që do t'i drejtohen sërish Bankës së Shqipërisë për të bërë transparencë, sepse është absurde ajo që po bën Banka e Shqipërisë deri më sot dhe institucionet e shtetit shqiptar, por do të kërkojmë dhe ngritjen e një komisioni hetimor dhe do të shfrytëzojmë të gjitha mekanizmat parlamentar si grup parlamentar i Partisë Demokratike. Ajo nuk është një nisëm e imja personale, por është nisëm e Partisë Demokratike për të bërë transparencë për financat e qytetarëve, për kursimet e qytetarëve të Republikës së Shqipërisë. Pra, nëse kemi të bëjmë me një projekt, është fare thjesht, zoti Parruca, nëse kemi të bëjmë me një projekt modernizimi, digitalizimi, ofrimit të lehtësimit të shërbimeve, etj, to duhet ishin krenar. Banka e Shqipërisë e para duhet dilte, duhet bënte transparencë. Kjo xhep banke quaj, unë nuk e quaj më xhep bank, po xhep bank. Xhep banka duhet të dilte dhe duhet bënte transparencë me komunikime publike, që këto janë shërbime që ne ofrojmë, këto janë të ardhur, kjo është transparenca, kjo është CV-ja e aksionerëve, kjo është përvojë etj. Dhe ne këtë po kërkojmë. Siç thon për investimet të vinë 7 persona anonim, të gjithë me shtetësitë huaj, pa punuar asnjë ditë në sektor bankar. Të vinë 2 aksionerët kryesor me kompani të regjistruar offshore, që nuk e lejon rregulloria dhe ligji i Bankës së Shqipërisë. Të vinë njerëz që janë me lidhje të faktuara në burime të hapura, dhe mjafton Google të futesh, me persona që kanë kryer burg për shkak se kanë vjedhur taksapaguesit evropian, janë dënuar me burg, për shkak se kanë punuar me platforma foreksi dhe kanë vjedhur dhe janë spekulant të njohur publikisht. Të vinë njerëz që ti nuk gjen dot një rekord në Google për këtë dhe të hapin bankën e parë digjitale në Shqipëri, jo në Shqipëri, në rajon, dhe me tentativën për ta bërë nesër që unë uroj të kurorëzohet procesi i integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, po do të kurorëzohet me PD në krye, se për herë kur ka qenë PD-ja në krye, ka patur procese integruese të plota, qoftë me NATO-n, me heqjen e vizave e gjitha me radhë. Ti këtë e bën pjesë e rrjetit të sistemit bankar evropian. Dhe këtu nuk pastrohen më vetëm lekët e shqiptarëve, pastrohen lekët e grupeve kriminale dhe të organizatave kriminale, pse jo dhe terroriste, të vendeve nga më të ndryshme. Kështu që këto pyetje mbase mund të jetë Belindi gabim, mund të jetë PD-ja gabim. Mund të jetë deputet e opozitës gabim. I jepi përgjigje. Dilte jepi përgjigje për sa kohë nuk ka asnjë tendencë, nuk ka asnjë linçim, nuk ka asnjë përbaltje, nuk ka asnjë akuzë apo asnjë agjend personale. Kjo është një agjend në shërbim të interesit publik. Si kjo agjend janë gjitha me radhë pastaj. Sektori i ndërtimit, pastrimi i parave, aeroporti i Vlorës, ku ne rrezikojmë që të shkojmë në arbitrazh dhe të kemi një faturë 500 milionë euro. Pra këto janë të gjitha çështje që prekin financat dhe xhepat e qytetarëve të Republikës së Shqipërisë. Na erdhi një kompani kështu e njohur ndërkombëtare. Nuk vjen dot dhe por sa kohë në këtë vend, kush është pas kësaj, kush është pas kësaj. Për sa kohë në këtë vend investitor strategjik bëhen persona që janë me rekorde të thella kriminale dhe klientela personale dhe private e Edi Ramës, sigurisht nuk do të vinë kompani të mëdha të huaja, apo do të vinë kompani anonime apo njerëz anonim që përmes procedurave dhe teknikaliteteve dhe burokracisë shtetërore fshehin gjurmët, por që për fat mirë ka një opozitë reale ky vend, ka Partinë Demokratike që mbron interesin e qytetarëve. Berin Kliçi, faleminderit që ishit me ne këto minuta. Faleminderit ju. Faleminderit. Mirë, ne shkojmë në javë publicitare tani.